Në atë nivel sa me humbë aq kohë. Sa ne humbim. Sa me humbim. Duhet të ketë nivel shumë, kur unë e quaj formues dhe informues, që ti do me humbë kohë, pa humbet. E humbet, merr informacion, po dhe merr edhe formim. Po ne kam frikë se humbim kohë duke humbë kohë, duke vrarë kohën me televizion. Dhe kam përshtypjen që edhe ajo gjetja atje duket tipike shqiptare. Kalojmë në foton e fundit për këtë rubrik. Presim foton e fundit. Besoj se e njihni. Sigurisht që e njoh, po natyrisht është janë dy elemente, kuqja dhe zeta, që gjallë emocion. E përdorni shumë? Po dhe përdori, pse jo. E përdori në përgjithësi një revistë Klan ka pa shkruar shumë kështu piktore të kuqes, thotë. Për ju? Për ju. Ka momente ku në mënyrë të pavetëdijshme e vend kuqen e përdorin në disa tablo, kupton? Jo për çështje patriotizmi. Jo, për çështje patriotizmi, po kur shef shqipojnë edhe flamurin, sigurisht njëru është i ndihshëm. Është i ndihshëm, është emocionohet, bile në Bruxelles te ajo zyret kryesore të NATO-s është flamuri i parë është i shqiptarit, sepse për arsye alfabetit me siguri. Po në atë rrethën e flamujve të vendeve të NATO-s i parë është shqiptari, dhe është në rrugës për aeroport. Sa herë që shkoj në aeroport dhe në shoh, sigurisht emocionohesh. Është vështirë të prezantosh Shqipërinë një të huaj, një piktor, një artistit huaj? Vështirë është sepse na jeta të vështirë vetë si njerëz. Dhe aq e vërtet është sa që në ekspozitën time në Bruxelles përmendë Bruxelles sepse janë ngjarjet e fundit, domethënë. U ftuam ambasadori shqiptar atje dhe nuk edhe fare me pa ekspozitë. Mu prezantoi ky artist prezanton kobin tim dhe unë ta kem pak respektin me njoft kush është. Si në shumë defekte që kena në ndërtimin e shtetit, në ndërtimin e shoqërisë, dhe kjo është një defekt serioz. Respekti ndaj kulturës tonë, ndaj njerëzit që prezanton vendin tonë jashtë. Nuk jetu e bë ekspozitën po diun, në një vend këtë zakonshëm, po ke shkuar në ato kristianet e Europës, dhe ti duhet kesh mundësisht ti rrisis vlerat e artistit, jo të mos shkosh fare. E kupton? Po kjo nuk është ndodhur, nuk e ndodh në përgjithësi me nuk është diçka personale, si e thonë, është thjesht. Dhe kjo është një defekt shumë serioz sepse atë që bën kultura e ka shumë vështirë me e bë politika. Sa që unë atje natën një nga net ekspozitë, përveç shumë vizitorëve që ishte një punonjës e departamentit amerikan të shtetit dhe kërkoi lajm, mu taku me mua, mu taku me artistin. Ishte më tha jam për një 6 muaj në Bruxelles. Domthon e çmon ndrysh artistin, nuk thet prej kashtë, duke takuar artistin. Ka çaste tjetër. Kurse bashkomision nuk vjen fare në ekspozitë. Kështu që kam përshtypjen duhet marr respekt për veten dhe për këtë vend që na kene tu e bëjmë, e do të bëjmë sigurisht më mirë. Kuptoj. Tani do kalojmë në rubrikën e fundit, është pyetësori i emisionit Të Gjithë Flasin. Presim jingle dhe rikthehemi përsëri në studio. Atëherë jemi rikthyer edhe një herë në studio. Bëhet fjalë për pyetësorin ton, i cili do përgjigje të shkurtra, sa më shkurtë që të jetë mundur. Pjesa më e madhe e piktorëve të mëdhej kanë bërë autoportret, po ju? Kam bërë një shumë vite përpara, s'kam tentuar më me bë. Kam bërë në fakt ka një autoportret kështu i dyzuar, sepse njëru ka një autoportret për mbrapa, ka një autoportret për jashtë. Nuk kam dy koshencën dhe shumë koshencën dhe me kam fut në dy portretet ndryshme që kanë një përballje me një tjetër. Ajo është portreti i vetëm që kam bërë. Disa nga piktorët aktual në Shkodër piktorojnë dhe ripiktorojnë pafundësisht ndoshta disa tema të caktuara tradicionale të Shkodrës, si dasme shkodrane, kalan etj. Po ju? Po
Unë thëmë thjesht, me qenë se jetoj me këtë lloj profesionit dhe Peneli është ai që si tush është ka përcaktuar më tash marrëdhënien teme me punën. Në që edhe e baj se dikush vjen ta kërkon porosit, po shumë rrallë. Nërsa atë që e bën shpesh është një mënyrë artizanale të riprodhimit të janëve. Është e drejta gjithkujt me pas një pikturë jo cilësore, thjesht me pas një motiv, një imazh të asaj që i pëlqen. Që i pëlqen më tepër me identifiku Shkodrën dhe me pas një kujtim nga qyteti. Disa nga piktorët aktual në Shkodër nuk lejojnë askënd të fotografojnë pikturën. Po ju? Unë nuk e kam këtë kompleks, po me thënë drejtën duhet të dha një shembull në Austri, një nga këtë ekspozit në Klagenfurt atje, ishte një koleksionist më bleu një punë. Edhe më tha, mund ta fotografoj, është pa problem. E fotografoj kur në udhëtimin tjetër që kisha mas 3 muaj, më thonë ka kërkuar një klient. Folën në telefon, më dha numrin, folën në telefon, e më tha, mund ta marr pikturën që e kam, se e kam parë, kam bërë pa disa herë dhe më thonë në farë mënyrë kompleksi i këtyne mos me fotografu pikturën, shpesher ishin 2 zvicrën, kërkuin me fotografu i punë, mund të fotografush atë është problem. Para një disa muaj kishe i tablo që e mori një austriak dhe ishin një qift mënyrë pak pa hishme, kërkuin me fotografu. Ne e mora vesh se do me fotografu, do me kopju, e gjithë thash fotografuan. Kuptoj, disa nga piktorët aktual në Shkodër e dyfishojnë çmimin e pikturës me herë sa marrin vesh se klienti është i huaj. Po ju? Ja, unë përgjithësi kam një listë dhe i respektoj shumë atë listën. Ka raste që të hujt, kur shoh listën, vinë e shohin se mos kujtojnë ndoshta se e dyfishojnë çmimin dhe i them shive vetë më përpara, mëse po të kallzoj. Po, kjo është një mekanizëm që varet thjesht, mekanizëm personal që varet nga tendenca për me mujt me kap diçka më tepër. Gjithse kush ndërton mënyrën e vetë marrëdhënie me klientin. Disa nga piktorët Shkodër negociojnë me klientin rreth çmimit të pikturës. Po ju negocioni? Në përgjithësi negociojmë, sepse unë tash më përpara që tregu është treg informal. Në Austri për shkak unë kam pas për vite me radhë eksperjenca paraqitesh atje. Ata kishin një koncept, piktura ka çmim, po deshem, po deshet. Dhe nuk diskutohet për çmim. Disa nga piktorët kalojnë shumë kohë duke i shpjeguar klientit se çfarë kanë dashur të thonë me pikturën ose çfarë tregon piktura. Po ju? Unë vitaj ta ideja por nga vetë me kuptu me zero ide, po e pëlqen ta marrin, nuk përpiqem me i shpjegoj se po fillova me i shpjegoj atëherë piktura fillon e humb çmimin e vlerën e vet. Kuptoj. Disa nga piktorët në Shkodër nuk pranojnë që në shtëpinë e tyre të varen pikturat e autorëve të tjerë përveç tyreve. Po ju? Po, kjo është një këndvështrim personal, ku me thanë vërtetën unë nuk jam vunë në njëherë për balë kësaj fakti që mund tjetë në pikturë tjetër. Mund tjetë pse jo. Një pikturë e mirë është ka gjithmonë vendin që i takon. Nëse fundi disa nga piktorët në Shkodër kanë këshilluar mirë fëmijët e tyre që mos merren me pikturë. Se do ngelen pa bukë, po ju? Unë vajzën teme të vogël e kam për pikturë, bile marrën vitin e 5 në akademi, ka masterin tesh. Marrën është në vitin e 5, si sa është më përpara. Kur ajo filloi pikturë, filloi të vizatote, filloi zhgarravite më në thënë. Filloi diçka me ndërtu në atë mënyrën e vet. Jo vetëm që nuk e lash të merret me këtë profesion, po çova te një mësuese shumë e njoftun dhe piktore mjaftë prodhimtare, siç është Lina Çefa, ku unë lash për disa kohë atje dhe dosha me pa me të vërtet a vlen apo nuk vlen, sepse prindi zakonisht ka dobësitë e veta ndaj fëmisë dhe kur mas shumë kohësh aq sa lash domethënë se kjo vajza është e ka gjetë rrugën e vet. Dhe mund ta fusish në shkollë pa frikë. Dhe nuk kam shkuar asnjëherë me idenë që pse mor këtë profesion, sepse kam pas si tu shqetësimin që nëse fëmin e largon nga profesioni që den,
si që ka ndodhur shumë përpara në kohën tonë, Total Gjysmak, s'bën as profesion që den, s'bën as profesion që i ke dhënë. Kuptoj. Zoti Ibrahimi, ju falenderoj. Faleminderit edhe për ju, besoj që bëmë një bashkëbisedim që nuk besoj se është një pa interes. E kuptoj, nuk e vendeshim. Mirë të dashur, kjo ishte emisioni të gjithë flasim puntada 4 për sonte. Ju lutem ta keni të mërkurën tjetër. Nesër pra ditën në orën 12:30 do keni retransmetimin e këtij emisioni. Dhe gjithashtu nesër në orën 9 do keni të ftuarin tek emisioni Erodita, zotin Lorenz Luka. Deri të mërkurën tjetër, mirupafshim.